kalon shumë shije të jo të mirë, kur me 7 tetor 2025 UP-ja i nderon presidentin e Republikës Kosovës dhe kryeministrin e Republikës Kosovës, zonin Vjosa Osmanin dhe zotin Albin Kurti, alumni nderi. Po, a bën me ju pyet juve ku është burimi asoj shijes ju të mirë të ju, e tani ju tregoj jo në për këtë. Universiteti po nderon pushtetar. Kjo është banalizim, më deformim i realitetit. Pse? Me statutin e ri, 1 tetor është dita e studentëve. Edhe çdo 1 tetor ne do t'i nderojmë këtë ditë që ka dhe një prapavi historike, protestat e 97-s e tjera. Ato. Ne si Universiteti i Prishtinës për herë të parë kemi miratu një rregullore e cila i përcakton kriteret për titujt e nderit. Në këtë rast, në rastin konkret, edhe faleminderit për pyetje se ndoshta do të është mirë me sqaru edhe një herë më shumë. E shpresoj që s'do të ketë nevojë mu risqaru kjo përsëri. Do të sqaroj sa me 1 tetor ne kemi ndo për bazë të rregullores kemi student i dalluar Hasan Prishtina. Se Hasan Prishtina ka qenë i njohur si studenti. Edhe me këtë ne kemi ndodhur një shumë simbolike sipas mundësive 14 studentëve më të mirë nivelin bachelor edhe 14 studentëve më të mirë nga secila njësi akademike në nivelin master, ja kemi dhënë edhe çmimin edhe një shumë nga 500 euro. Po, themi. Për këta se nuk nderuam edhe i opozitarët, po veç pushtetarët. Jo mëre, unë nuk shoh opozitar e pushtetar. Universitetet është rastisi që presidentja dhe kryeministri me nderuar. E keni fjalën për natë kohë, për dhe sot për kryeministrin detyrë. Po në dëgjoni. Është krenari, pavarësisht a është në opozit apo në pozit, për secilin universitet botës normale që të ketë që të diplomuarit e vetë të ketë në pozit kryeministrit, presidentës, ministrit, edhe që ka ndodhi këtu banalizimin nga këtu bëqim mediat, se dulë thanë atje ndikimi politik. Po jo. Ju duket në rregull kjo, se në fjalimin që e keni mbajtur kur janë nderu presidenti Osmani dhe kryeministri Kurti, ju keni thonë me 7 tetor 2025, diplomuarit e Universitetit Prishtinës, me përpjekjet tuaja, ju të diplomuarit e Universitetit Prishtinës, me përpjekjet tuaja të përditshme për një shtet të së drejtës dhe një Kosovë më të zhvilluar e më të fortë, e bëni fort krenar Universitetin e Prishtinës. Po sakt. Kjo duket sikur ajo fjalia e kryeministrit atëhershëm Thaçi kur e inauguron objektin, godinën e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe akademikët vendosin aty me vendos një thënie të është keq interpretim edhe deformim total i ngjarjes. Ndërsa për ngjarjen fjalë që ne referoni ju, është kriju me fundet e shtetit amerikan një shoqat alumni, shoqata e të diplomuarve të Universitetit të Prishtinës. Për herë të parë, në 2019, kjo shoqat ja ndonë titullin alumni nderi, pra e diplomuar nderi e Universitetit Prishtinës, presidentës Jahjaga. Mirë po, orari i Universitetit Prishtinës nuk ka nevojë që të harmonizohet me oraret e partive edhe agjendave politike. Universiteti i Prishtinës, si institucioni më i lartë i arsimit në vend, nuk do të ishte mirë të nderoj politikanët në pushtet. Sepse nuk i dihet mas shumë dekadave, udhëhecësit e Universitetit Prishtinës mundën me u detyru me mshef këtë dërëm. Për shembull, unë e kam shumë parasysh nderimin që ja kanë bërë për shembull Josip Broz Titos, pa dashur me e krahasu zonin Osmani dhe zotin Kurti me Josip Broz Titon, po Universiteti i Prishtinës në vitin 71 ka ndarë mirënjohje Josip Broz Titos, kryetarit të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, dhe sot në Universitet Prishtinës atë mirënjohje nuk e gjen. Kërkon edhe kjo t'jap shije të keqe kur drejtuesit e universitetit në një farë mënyrë i servilosën, kështu kushtimisht me thonë pushtetarëve të i nderu me çmime. Ne nuk i servilosme as pushtetarëve as opozitarëve, po Universiteti i Prishtinës është i të gjithëve, i shoqërisë, i pushtetarëve, i opozitarëve, edhe i ftoj që të gjithë publikisht, që të punojnë fort e të na ndihmojnë e të arrijmë na hapin e madh përpara me Universitetin e Prishtinës. Mirë po, ju mund ta interpretoni, e kam parasysh brengën edhe kritikën
që e keni ndoshta për këtë ngjarje, duke tentu mirë, po ne nuk ka nevojë që të bëhemi më katolik se së papa. A kupton? Këto dy figura publike janë të diplomuar të Universitetit të Prishtinës. Diplomuar janë edhe politikanë tjerë, edhe Isa Mustafa është i diplomuar aty, edhe Bajram Kusumi, edhe politikanë. Po kush thot që me 1 tetorin e vitit 2026 ne jemi në kërkim, edhe ju ftoj ju dhe gjithë njerëz të dijshëm, shoqërinë civile, kushdo, që të vjen edhe të bën propozime kësaj shoqate e cila është përbrendësuar nga Universiteti i Prishtinës, se kam ngel atje jetim për një kohë të gjatë, dhe është ringjall kjo shoqat, dhe jam me padurim duke prit me pas se cili do të jetë ai personalitet. Jo për të arritura shkencore, po për të arritura në shërbim të publikës, cili do të jetë ai personalitet apo ato personalitete, cilë do të nderohen me 1 tetor 2026. Është për me qu deri në fund këtë ide, është mirë tash lider të opozitar me nderuar dhe me ndërprej këtë praktikë. Me vazhdu me Memli Krasniqin, Lumer Abdigjikun edhe me ndërprej këtë parti. A përfunduat banalizimin e kësaj apo mund ta përfundoj unë?